Blero. Do të doja të hynte në Big Brother Ermal Feyzullahu. Do të ishte interesant. Blero, në një lidhje direkte për emisionin Kosova Today, ka folur për edicionin aktual të Big Brother VIP Kosova dhe personazhet që do të dëshironte të shihte brenda shtëpisë. Ai përmendi këngëtarin Ermal Feyzullahu, duke e cilësuar atë si një figurë me karakter të fortë dhe energji të madhe, që sipas tij do të sillte shumë show dhe dinamizëm. E di që ai ndoshta nuk do të futej, por po të hynte do të bënte një super show. Unë I kisha dërguar selam prej këtu Ermal Feyzullahut. Kish me qenë një tip interesant me hy brenda, u shpreh ai. Artisti gjithashtu shtoi, nuk është se do të hyj, por kish me qenë interesant. Kujtojmë se Blero ka qenë pjesë e edicionit të dytë të këtij formati. Dhe përvojat e tij si banor e bëjnë më të vlerësoj potencialin e personazheve të ndryshëm që mund të jenë pjesë e Big Brother VIP Kosova. Në përgjithësi, komentet e tij kanë nxitur kuriozitet dhe debat mes fansave, të cilët gjithmonë ndjekin me interes se cilët artistë dhe personazhe të njohur mund të bëhen pjesë e reality show-t më të ndjekur në vend. Gjithashtu tha gjatë intervistës se ka takuar një banor që do të jetë brenda në këtë edicion. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.